Gjatë punës së kuvendit në këtë legjislacion, energji të madhe dhe kohë ka marrë një temë që ka tërheqë vëmendjen dhe përkushtimin atë deputetëve po të qytetarëve, e që është tema e reformës në shëndetësi. Pati interesim, pasi pati edhe shpresa ajo do të realizohet. Ministri Agani ndërtoi shpresën për realizimin e reformës në shëndetësi që nga ardhja e tij. U shpresua ndonse përvoja nga e kaluara me funksionimin e shëndetësisë bënte të mos besojë shumë dhe jo ndoshta vetëm për fajin e ministrit, por për sistemin në tërësi. Lëvizjeve të vendosje pati paralajmëruar se reforma në shëndetësi është shumë e vështirë, pa ndodhur një reformë në tërë sistemin e qeverisës në Kosovë. Të reformosh shëndetësinë e dobi të qytetarit në ambientin e korrupsionit dhe të logjikës së profitit, mendja racionale e nxjerrësit të pamundur. Ministri sidoqoftë besonte se do të realizonte reformën dhe për këtë shpresonte edhe në mbështetjen e qeverisë. Qeveria atij dha shpresën për mbështetje, por jo më shumë. Dhe ky asaj ia dha mbështetjen në të gjitha projektet e saj. Ministri dhe subjekti i tij ia dha mbështetjen kudo që kryeministri kërkonte. E kërkonte sa herë që kishte nevojë. Dhe ajo i jepej. Dhe ne duam të besojmë, por jo të arsyetojmë se kjo u bë për hir të mbështetjes së premtuar në lidhje me reformën në shëndetësi. Komiteti për shëndetësi i lëvizjeve të vendosje ka trajtuar idenë e reformës që e kishte ministri, e po ashtu edhe ka dhënë idetë mbi ndryshimet e nevojshme të sistemit bazuar në planin qeverisës që ka lëvizjeve të vendosje. Kemi bërë përpjekje të përmirësojmë dhe në këtë aspekt kemi dhënë kontribut të vazhdueshëm në komision, ku ministri ka qenë pjesëmarrës vazhdimisht në çdo mbledhje ku ka pas debat kritik. Megjithatë, ligji edhe i tillë si kaloi mbeti larg reformës. Dhe pas shfuqizimit të Nenit 41 nuk ka më të bëj me asnjë lloj reforme. Me programin qeverisës të lëvizjeve të vendosje, reforma ka 4 shtylla e secila nga këto e domosdoshme për suksesin. Natyrisht, sfondi i reformës në tërë sistemin, pra, është ajo qenësorja, kryesorja, ajo që pa cilën është e pamundur reforma, por edhe brenda reformës janë 4 shtylla të domosdoshme për suksesin e saj. E para, nuk mund të ketë reformë pa përfshirje të tërësishme dhe të drejtë për drejtë të ministrisë në këtë proces. Autoriteti i ministrit në reformë është i domosdoshëm ashtu si edhe përgjegjësia e tij. Ministri mendon se duke e bërë përgjegjësinë nëpër borde në një sistem të ndarë do të ketë reformë. E ka gabim. E dyta, që të ketë funksionim të drejtë të sistemit të shëndetësisë, ai duhet të jetë unik dhe jo kështu me shëndetësi primare të ndarë. Kjo pengesë natyrisht vjen nga pakoja e atisarit dhe tani me ligjin e ri, e ashtu si edhe me logjikën e marrëveshjes së fundit, kjo vlen vetëm për entitetin multietnik. Ndërsa për pjesën serbe, jo, pasi ata mund të ndërtojnë në mënyrë unike sistemin unik për vete, ndërsa tek ne nuk mund të bëjmë një gjë të tillë pa lejen e tyre. E treta, nuk mund të imagjinohet reforma në shëndetësi pa sistemin e sigurimeve shëndetësore, i cili e mbulon edhe shërimin tek privatët në përqindje të lartë. Sistemi i sigurimeve shëndetësore, përpos që e mundson reformën, ai është edhe garanci për suksesin e saj, pasi është në vetvete një sistem më i suksesshëm i kontrollit. Dhe e katërta, nuk mund të ketë ndryshim cilësor e asnjë lloj reforme pa ndarjen e punës në atë publike dhe private. Shfrytëzimi i pozitës në shëndetësinë publike për realizim të profitit në atë private ka qenë dhe mbetet sëmundja kryesore e sistemit shëndetësor. Kjo logjik ka shkatëruar çfarë do konzoliumi profesional në shëndetësi, ka kriju ndarje dhe konkurrencë në bazë profitin mes kolegëve. Dhe kjo është pika vetme e reformës së ministrit që priti të realizohej dhe në këtë pikë edhe ne kemi mbështetur. Kjo pikë u hodh nga gjykata kushtetuese me nismën e deputetit Muja. Koncepti i profitit doli mbi atë të shërbimit kundrejt qytetarit. U mbrojtën biznesmenët shëndetësor kundrejt pacientëve dhe mjekëve tjerë. Zoti ministër, një element të vetëm pozitiv të reformës, pa të cilin nuk mund të imagjinohet ajo, u arrënoi vetë pushteti. E tërë përkrahja që ja keni bërë kësaj qeverie deri tani u hodh poshtë. Nuk mendoj se e keni vendin aty në këtë qeveri dhe njëkohësisht të thirrni subjektin që quhet Partia e Drejtësisë.
Kjo qeveri është diametralisht e kundërt me konceptin e drejtësisë dhe çdo ditë qëndrimi aty e shpërfytyron çdo që thirret në të. Nëse keni qenë oportunist kundrejt padrejtësisë së qeverisë për hir të reformës në shëndetësi, edhe pse nuk pajtohemi se pasi nuk e konsiderojmë reformën të plot, tani nuk po e kuptoj pse rrini aty ku jeni. Për të mbështetur marrëveshjet e thashë të për skandalet e privatizimit, kjo nuk ka të bëjë me drejtësinë. Andaj u bëjmë thirrje që të jepni dorëheqje sepse kjo është në të mirën tuaj. Për sa i përket rekomandimeve, ne do t'i votojmë, por mendojmë që janë të pamjaftueshme për ndryshime. Rallhel dilet për me bore plik shtu në binë, po deshta me akqyrë ftyrën se une u kuqa që a folke Liburni, kur folë për nenin 4 ne, dhe ministrin e keni vu ju në lajthitje një pjesë si a keni haberin që ka është sistemi shëndetësor. Pra ndaj, interpretimin që e ka bo gjykata kushtetuse mos mundo me kapitalizu për nivel politik, sepse kjo nuk ka kur farvlere. Dhe vajtimin që ja bën ti punonjësve shëndetësor dhe që e lejon ti për mi denigru punonjësit shëndetësor, ti nuk e din sakrificën e shkollimit të një doktorit sa është dhe cilësinë e ti, që mundet me kontribu për qytetar që ti vajton çdo ditë. Pra ndaj këto spekulime politike, heqi, une nuk jam pishmon që e kum qua ato, sepse i kum brojt punonjësit shëndetësor, ministri nuk është përfaqësu si krejt punonjësve shëndetësor, po jeni ju, të cilët as se keni lexu ligjin edhe binin lajthitje. E ftoni ministrin për sigurimet shëndetësore, kur nuk i din asnjë sigurimet shëndetësore. As metodologjinë e implementimit sigurimeve shëndetësore, përveç se me dalë në televizion këtu dhe mu duk se ti i qetë sytë e krokodilit. Qëndrimi i partisë lotë e krokodilit, qëndrimi i partisë drejtësisë në koalicion, këtu që është, e që mundohesh ti me politizu, kjo të regon që nuk ke vlerësim profesional, po ki interes të politizimit të çështjes. Problemet janë evidente në shëndetësi, jo vetëm në Kosovë, por në krejt botën, përfshi krizë ekonomike cila ka ardhë, prandaj mësonu me bo propozimet të cilat mund të nxjerrin nga kriza, po jo vetëm konkludime për të keqen. Kjo shëndetësi ka të arritura, nuk ka të pa arritura, kjo qeveri ka investu nga 2010 deri tash 50 milion euro, më shumë se çdo qeveri. Kuptoj shumë sikletin e ju i zoti Muja, jo vetëm t'juin, komplet qeverisë, ju jeni në siklet natyrisht sepse jeni për herë e më shumë në kundërshtim me interesin e qytetarëve. Kur flitni për punonjësit shëndetësor, mos e përdoni fjalën punonjës shëndetësor, përdoni fjalën biznesmen shëndetësor. Ajo që ju mbroni janë vetëm biznesmen shëndetësor, jo punonjësit shëndetësor. Pra, jo punonjësit shëndetësor që sakrifikohen çdo ditë për qytetarët dhe për pacientët, jo për pacientët që do duhej të ishin të ndihmoshin nga sistemi shëndetësor. Ju mund të flisni për biznesmen shëndetësor.